Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillahi Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahut hamd I bojmë, ata e falenderojmë, ata e madhrojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Allahu meriton të falenderohet dhe të madhrohet, për ata jemi të krijuar për ta madhruar madhrinë e Tij. Ndërsa salata dhe selame I dedikojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati I pranishëm, në këtë ditë të veçantë, ditë falje, që falë Allahu gjunahet tona, e lusim madhrinë e Tij me emrin Gafur dhe Rahim, që Allahu të na falët, na mëshiron neve, familjen tonë dhe gjithë besimtarët kudo që të jenë. E lusim Allahun e madh që kjo ditë xumaje të jetë falje e gjunaheve, siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Namazi deri në namaz është falje e gjunaheve, edhe xumaja deri në xuma është falje e gjunaheve. E lusim Allahun për falje. Allahu na falë dhe na mëshiroft, në Jannatul Firdaus nasip na baft. Mesazhi I hutbës në këtë kohë të nxehtë është xhamati I ndershëm. Allahu na ka dhënë shumë emanete në këtë botë. Emaneti kryesor është me besu Zotin. Emanet kryesor pastaj është implementimi, praktikimi I kësaj feje të Allahut me fal namazin. Edhe me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot do të ras thirrje e shenjtë për një mbrojtje të emanetit, ajo është mbrojtja e emanetit të familjes. Sot kur shumë bota flet për krizën e botës dhe ndërtimin e dynjas, se kush po ngritet më lart në aspektin ekonomik, në aspektin të poshtë familjar, nuk I na tu fol shumë. Prandaj familja, Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlart na tregon se familja nuk është pronë, është emanet për ty dhe për mu. Familja është një trull, një tokë, në të cilën e ke mbjell, është tokë e mirë, e mbjell fare, e vadit, e krasit dhe del fruti I mirë. Ama nëse e le dikush më të mbjell diçka që nuk duhet më të mbjell në farën në oborrin tanë, në bafqen tane, a je knasht a nuk je knasht? Tash do ta tregoj. Allahu në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar Allahun, ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri I xhehenemit. Çfarë kuptimi ka me fitu botën nëse në fund humb ata që don ti më shumë ti ajo që është familja? Sa njerë kanë ndërtu bagazhin ekonomik, bagazhin e ndërtimit, e depove dhe të pasurisë së madhe, për termin e vlad e ka zhduk, e ka çrrënjors moralin, dignitetin, autoritetin, çdo sen, fejen dhe ashtu me radhë. Prandaj zemra e fëmijëve nuk janë vetëm pronat tona, janë emanet prej Zotit që Allahu ty dhe mu na ka dhënë, edhe këto duhet mirujt si drita e syve që na ka porosit Allahu në Kur'anin famëlart. Zemra e fëmijës nuk mbetet o vëlla kur bosh, as kryet e fëmijës tanë. Nëse nuk ja mbush ti zemrën me dashuri ndaj Allahut dhe me iman. Nëse fëmijën tanë nuk ja mbush mendjen me dituri, ka dikush prej jashtë është ja mbush zemrën dhe mendjen fëmijëve tanë me diçka që s'duhet më ja mbush. Me devijim, me amoralitet, me drogë, me pashkollim, me ignorancë, me përtacizëm, me dembelizëm dhe ashtu me radhë. Pse? Shkujdesi jot që ti vrapon vetëm pas dynjas dhe ke lënë evladin dhe familjen pas. Prandaj, ky Kur'an, nëse ne nuk ja mbushim zemrën me iman, edhe me Kur'an dhe mendjen me dituri, dikush ja mbush me plitësirë zemrën dhe karakterin e tyre e ndyt, moralin e tyre e ndyt, mendjen e tyre e ndyt dhe ashtu me radhë. Pra ndaj, porosia ime është mashtrimi ndërtimit të dynjas. Nëse jetojmë në një kohë ku prindi vrapon pa frymë, punon me shumë orë, lodhemi, sakrifikojmë edhe ndalemi për një moment, kemi ndërtu shtëpi shumë të madhe, super. Kemi ndërtu dyqane super.
A ke ndërtu fëmijë me shkollë, a ke ndërtu fëmijë me moral, a ke ndërtu fëmijë me ibadet, a ke ndërtu fëmijë me marrë, me turp, edhe ashtu me radhë, jo. S'ki s'duhet kur gjatë dynjaj aty. Çka ki ti prej qifutit, çka ki ti prej atina tjetrit i cili nuk beson Allahun subhanahu wa taala. Edhe ai ka. Ama nuk e njeh evladin e vet. Ama se evladi i ti nuk e ka raportin e mirë të afërt me prindin e tij. Po fitojmë pare, po humbim familje. Çfarë po ndërtojmë saktësisht? Ndërsa familja neve për na humbet para syve tonë. O vëllezër, shumë baballar sot krenohen para shoqërisë, para familjes, para miqësisë. Thotë elhamdulillah i kam siguru fëmijëve 4 pallat. I kam siguru punë, biznes, shtëpi, super, është këtë në rregull. Shtëpinë ja ke mbush boll. Veç një sen e ke lanë, zemrën dhe mendjen bosh. Allahu s'na ka kriju neve Milan 4 fëmijëve. Allahu t'ka kriju Milan shkollë, tërbije, moral, fe fëmijës tanë. Mos harroni një fëmijë kur nuk do të kujtoj sa orë o bab ti ndershëm ke punu 30 vjet këtë dynjane ke hec. Kur nuk i intereson ajo, intereson sa ko ke harxhu me fëmijën tanë ti. Sa ko ke harxhu ti. Ne për krejt kemi ko, veç për familjen nuk kemi ko. Brezi e ekranit jemi ne, brezi e iPadit jemi ne, brezi e iPhone-it jemi ne. Prandaj, ne po e humbim një brez, sepse kemi leju që telefonit zë vendin më të mirë të fëmija se sa zoni i babës dhe nanës. Është koha nëzet, më bëni halal. Mund kujtohet gjyshi jem, ku nuk kemi ullë në sofër, në truez. Kur pa qenë gjithë në truez, me fal akshamin për shkollës, e me marr abdes, me fal akshamin më hunë në sofër. Kur nuk kemi fillu na pa thonaj bismillah. O bab, kur ke thonë bismillah para veshit fëmijës tanë në truez? Njanin 4 kat, qetrin podrom, qetrin gjath, aj sendviqin goj, aj qetri atje, as ushimin se hanti me fëmijën tanë. Aj nuk e din bismillahin e babës dhe nanës. Aj nuk e din elhamdulillahin e babës dhe nanës. Zani babës nuk është i dashur, zani nanës nuk është i dashur, zani YouTube-it, i filan kangës është i mirë, i filan artisti dhe artistës është e mirë, është kompenzu zani më i mirë i shejtanëve në fëmijën tonë, në veshin dhe zemrën se sa zani nanës dhe babës. Atë ka marrë malli me nguna her zanin e nanës dhe babës. Instaloj e mrena. Një babë shumë punë, 60 vjetë, 70 vjetë në për gurbet, këtë jetër, u ullë tash në penzion, ku i ka fëmijët kërkun? Erë një vajzë ma e meqme, tha, o babë, ti 40 vjetë s'keje me neve. E tash krejt jemi daktis në për dy një në Amerikë, një në Evropë, një këtu. Thot, po ti 40 vjetë s'keje me neve, qka po pret, na më konë me ty tash? Thot, ti në dhurove gjdo sen, veç kohë dhe vëmendjes në dhurove. Nuk në dhaje më të shenjtën fejen, dashurien, respektin, moralin. Në dhaje materjes, në dhaje fej. Një fëmi vogël. Bab, tha, sa i kisa hatin ti me punu? Thot, 20 euro. Okej. Një avdita i fëmija, 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20. Bab, tha, nesër, tha, 1 orë du pi ty me nejtë me mu. Tha, pse? Tha, kam një pun, tha, shka banë më habet, tha, t'jap 20 euro. Po vla, mëse humbni kohën. Shfrytëzone evladin se evladin nuk është mall, është emanet. Nuk blehet evladin në pazar, s'ka çmim mber sa kushton një evlad. Çdo sen ka çmim, evladi është emanet. Me të e fiton xhenetin, me të e fiton xhenemin, nëse nuk kujdesesh për të. Këqijat e ti, pasojat e ti janë shkak për me shku ti në xhenem, ama dhe shkak për me shku në xhenet. Te përfundoj, zgjimi para se të jetë vonë. Mund të kemi llogari bankare të mushta, mund të kemi ndërtesa, mund të kemi çdo sen, po zemrën e zbrazët dhe s'kemi dashurinë mes vete. Ky Islam na mëson me ndrejsh raportin me Allah dhe me Muhammed Mustafa, e pastaj na mëson me më të shtrenjtën me evladin. Nuk ndërtohet shoqëria pa u ndërtu familja. Edhe rreziku më i madh është prishja e familjes, që shejtan dhe alatet e tyre mundohen sot që në trojet tona me prish termin familje. Nuk të arun familjen ty pas se Kurani dhe Sunneti. Nuk të arun ty familjen pas se bindja në Allah. Ti që ke ardhë ki bindja në Allah. Lutë e Zotin o Allah ruma familjen nga zjarmi xhenemit. Dhe për përfundoj,
O ju që keni besuar Allahun, ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum, ruaj veten dhe familjen tënde nga zjarmi i xhehenemit, lën djeg se janë eshtrat e njerëzve që të digjen dhe putat gurzit nga gurzit e shkrin nga zjarri, ajo do të jetë lën djeg se Allahu na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Allah i na ruajt evlatët tonë dhe familjet tona. Allah i na baft nga ata që ne e kemi emanet e vladin, jo mall, nuk është mall e vladi. Është emanet që ta fitojmë dynjan dhe ahiretin, të jemi në shërbimin e Islamit dhe muslimanëve. Elusim Zotin e Madh në këtë kohë të fitneve të mëdha, ku ekranet televizive, ku rrjetet sociale i kemi më afër se prindërit. Allahu na ruaj nga fitnet, çdo fitnë që i servojnë ata për t'i devijuar rinin tonë. Elusim Allahun e Madh që Allahu ta ban të dashur fjalën e Tij dhe ta ban të dashur udhëzimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun në këtë ditë nxehti, Allahu t'i fladit zemrat tona, ndërsa në nxehtin më të madh në ahiret, Allahu t'na ban rrezik hijen e madhnisë Allahut. 7 kategori ka me hinën hijen e Zotit, ku s'ka me pas hije tjetër. Një prej tyre janë ata që e kanë të lidhur zemrën e tyre për xhami, një prej atyre janë ata të ri që fillojnë jetën e tyre me ibadet. O Allah, ban rinin ton që zemrat e tyre të lidhen për xhami, dhe të jenë ata që e madhrojnë Allahun dhe të fillojnë ibadetin qysh në rini. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.